Debati mes Mirit dhe Selinës në spektaklin televiziv mori një kthes të papritur, teksa në diskutim u përfshi edhe opinionistja Monika Kryemadhi, duke e ndezur më tej situatën në studio. Gjatë përplasjes verbale, Kryemadhi ju drejtua Selinës me një deklaratë të drejtë për drejtë. Muhabetin e krevatit po e vazhdon ti, çka shkaktoi reagim të menjëhershëm nga kjo e fundit. Selina nuk e la pa përgjigje, duke ju kthyer ashpër opinionistes. Je grua dhe po ma thua këtë fjalë, je mirë? Më vjen turp që po flas me një grua, një reagim që u prit me habi nga të pranishmit dhe publiku. Momenti tensionoi atmosferën në studio, ndërsa debati vijoi me tone të larta, duke u kthyer në një nga episodet më të komentuara të spektaklit. Ndërhyrja e Kryemadhit duket se e thelloi përplasjen, duke sjellë një tjetër dimension në diskutim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.